Tërmet me magnitud 3.4 godet Tiranën, ja ku ishte epiqendra. Një tërmet u regjistrua ditën e sotme, ku lëkundjet janë ndjerë në Tiranë. Mësohet se tërmeti ka qenë me magnitud 3.4, nga të dhënat e gjeun bëhet e ditur se epiqendra e tërmetit ka qenë në Paskuqan. Nga të dhënat paraprake nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme materiale. Tërmeti ka shkaktuar panik tek qytetarët, sidomos tek ata që banojnë në katet e sipërme të pallateve. Kujtojmë se një tërmet me magnitud 4.5 ka goditur Tiranën edhe ditën e djeshme.